Por, dashur qytetar, jo vetëm kaq. Ju e dini që Buz Ibrit është xhamia e Ibrit. Xhamia e Ibrit Xhamia e Ibrit është e vitit 1777. Edhe 2 vjet Xhamia e Ibrit i bën 250 vjet që është ndërtuar atë. E kjo xhami është djeg me 2 maj 1999. Prandaj mandatin tonë të ardhshëm do ta rindërtojmë xhamin e Ibrit. Ajo xhami është trashëgimi kulturore të gjitha objektet e dëmtuara të trashëgimisë kulturore pa dallim ne do t'i rindërtojmë e rinovojmë për shkak se nuk duam të na zhduket e kaluara. Ne nuk duhet të kemi frikë nga e kaluara, ne krenohemi me të kaluarën tonë, edhe atë që është fetare, edhe atë që është jo fetare, krejt bashkë janë trashëgimi kulturore që duhet të renovohet e të mirëmbahet për brezat e ardhshme. E për këtë do të bashkëpunojmë ngusht edhe me Bashkinë Islame të Kosovës. Në mandatin e ardhshëm 4 vjeçor, për prodhimtarinë vendore 1 miliard euro mbështetje përmes bankës zhvillimore. Shteti bëhet hipotekë për kredit investuese të ndërmarrësve që duan të prodhojnë. E në veçanti këtu është dritarja për investimet e diasporës që do të ofroj deri në 100 milion euro për të gjithë bashkëdhetarët tonë që kthehen vendlinje të investojnë, sepse dashur qytetar, ata bashkëdhetarë kur po shkojnë në Zvicra, në Gjermani, në bankë, me marrë kredi, nuk po mujnë me atë kredi me ardhë me investu në Kosovë. E kur po vinë në Kosovë, në bankat e Kosovës me marrë kredi, adin që apjo thojnë atyne, ju s'jeni prej këtuhit, ju jeni prej jashtë. Pra, në raport me bankat, ata e kanë gjendjen shumë pafavorshme. Dhe ne nuk duam që bashkëdhetarët tonë ti investojnë vetëm kursimet e tyre, por të mund të marrin kredi investime. Dhe për këtë e kanë shtetin garancion përmes dritarës së investimeve të diasporës. Për veturat e importuara nga Bashkimi Evropian do ta heqim taksën doganore 10% në mënyrë që të ulet kosteja për qytetarët. Do ta bëjmë valutën digjitale të Kosovës përmes blockchainit. Pastaj do ta kemi gjithashtu edhe shpenzimet 1 miliard euro së paku në vit për investime kapitale. Viti kaluar 654 milion euro ka qenë vit rekord. Për gjyshrit dhe gjyshet që kujdesen për nipat e mbesat pej 13 muaj deri në 36 muaj, e ku të dy prindrit punojnë edhe 100 euro shtesë mbi pensionin e tyre bazë. Ndërkaq, për t'i jap një hov drejtësisë, përveç byros për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, do ta kemi edhe prokurorin e re të specializuar për çështjet e krimit të organizuar sipas modelit të shteteve evropiane që e kanë fituar betejën përkatëse. Do të vijojmë me mbështetjen e policisë dhe të institucioneve të sigurisë me pajisje të specializuara e bashkohore me shkollim e trajnim si dhe me armatim adekuat. E pikrisht për policinë tonë dashur, për ata që duan
të pensionohen para kohe, do të nisim programin për pensionim të shkallëzuar të parakoshëm me mosh dhe të shtrirë në kohë e si pas profileve duke themeluar së pari fondin për këtë qëllim. Faza e parë do të nisë nga mosha 63 vjeç, duke zbritur vit pas viti deri te mosha 55 vjeç. Pra do të krijojmë programin si mundësi për pensionim gradual të parakoshëm, ndërkaq sa i përket gradave ngritjes së policëve në detyrë, do ta përmirësojmë rrënjësisht, sepse policëve që në 10 vitet e fundit nuk u është krijuar shansa për gradim, ne do t'ju ofrojmë kushtet që të mund të testohen edhe për 1 e 2 grada një herëzi. Pra, edhe mundësin për pensionim të parakoshëm, edhe mundësin për gradim të përshpejtuar për policët e Republikës Kosovës. Por, dashur qytetar, për të realizuar gjitha këto, duhet fitojmë me 28 vjetor bile ma shumë se me 9 shkurt. Pra është domosdoshme që me 28 vjetor, jo vetëm të fitojmë, po ta kemi një fitore dhe më të madhe se 9 shkurti, ashtu që me mazhdorancën e ardhshme në Kuvendin e Republikës, me njëherë ta konstituojmë Kuvendin, ta themelojmë qeverinë tuaj e tonë të mirë dhe t'i realizojmë një nga një e të gjitha këto zotimet tona. Lista e 110 kandidatëve, ku vetëvendosja është bashkë me Guxo, Alternativën dhe Partinë Shqiptare Demokristiane, përbëhet prej 110 figurave, personaliteteve e aktivistëve politik, të cilët flasin me dije dhe me nder, për siguri dhe begati. 13 prej tyre janë doktor shkencash, 7 janë specialist mjekësor, 61 me master dhe profesionist formuar për t'i shërbyer shtetit e kombit, jo për t'a shfrytzuar atë, sepse dija e këtyne njerëzve nuk është dekor, por mjet e mundësi për qeverisje të mirë e për shoqërinë tonë barë. Në këtë list janë edhe ata të cilët e mbrojtën Kosovën me armë dhe ata që sot e mbrojnë me ligj, dije e punë. 15 veterane e veteran të ushtrisë qendrore të Kosovës i kemi në listën prej 110 kandidatëve.